Të nderuar miq, vëllezër motra, selam aleikum. Mirë se takohemi sërish në rrëfime profetike. Në këtë cikël kushtuar rrëfimeve të tregimeve që pejgamberi alayhis salam ju ka shpjeguar dhe ju ka treguar shokëve të tij, tregime për të cilat përfitojmë urtësi dhe dobi edhe ne sot. Dhe rrëfimi i radhës do të jetë me një djalosh të guximshëm, guximi i të cilit na mësoi të gjithëve se si duhet të jemi të qëndrueshëm përpas provave dhe cilat duhet të jenë ambicjet. Një djalosh i ri i cili mësoi botës tauhidin, i mësoi botës se çfarë do të thotë të jesh besimtar i sinqert dhe i mbështetur tek Zoti. Dhe për të njohur me historinë e djaloshit dhe raportet e tij me mbretën e asaj kohe apo me magjestarin dhe për të përfituar prej urtësive të kësaj ngjarje, do të jemi sot me hoxhën e nderuar me të kalaja. Selam aleikum, hoxh, mirë se vini. Aleikum selam, ورحمة mirë se vjen. Ç'është kjo hoxh, kjo histori mjaft e njohur që njihet si historia e djaloshit me mbretin. Faktikisht për këtë histori Zoti i Madh ka zbritur një kapitull në Kur'an, Suratul Buruj, ku e ka përmendur një pjesë të kësaj historie ose, si më thënë, pjesën më kulminante të kësaj historie. Plus që dhe disa hadithe të tjera tregojnë, si më thënë, disa pjesë të kësaj historie që faktikisht nuk përmenden në hadithin të cilin ne do të përmendim sot. Është pikërisht hadithi i cilin e transmeton nga profeti alayhis salam, tregon Suhejb ar-Rumi radhiyallahu anhu. Suhejb Romaku, Suhejbi i Bizantëve. E ka marrë këtë emër se ai është marrë peng edhe është shitur si sklav romak në Mekë, edhe i mbeti emri qysh atëherë ashtu domethënë, edhe ka qenë prej sahabëve që kanë besuar në fillimet shpalljes mbi profetin alayhis salam. Ka qenë krishterë fillimisht? Ai ka qenë, jo, ai është marrë si i tillë domethënë, edhe domethënë kur e kanë shitur, e kanë rrëmbyer në një luftë ose e kanë rrëmbyer, kanë vjedhur nga një fis, dhe kur kanë ardhur për ta shitur si sklav lufte, kanë thënë po ky, domethënë e kemi sjell nga Bizanti, nga Roma që Rum. Po, nga Roma. Edhe i ka mbetur Suhejb ar-Rumi, Suhejbi i Romakëve ose Suhejbi i Bizantëve. Ndërkohë edhe pse si po themi si rob dhe si sklav, pas ka qenë shumë inteligjent që menjëherë pas ka pranuar mesazhin e profetit alayhis salam. Po, ai ka pranuar mesazhin e profetit alayhis salam dhe më vonë arriti që ta lirojë veten e tij, sepse kanë pas atë një lloj tradite arab që sklavi mund të lironte veten e tij kundrejt një shume të caktuar, ai arriti ta bëjë një gjë të tillë, bëri tregti dhe bëri biznes dhe ishte në Mekë nga njerëzit më të pasur, pavarësisht se origjina e tij vinte. Pa erdhi si sklav dhe u kthye në elitën e qytetit. Po tregohet se kur Suhejbi deshi të emigronte nga Mekka, i dalin paria kur i shitën në rrugë. Dhe i thon, po ti, thot dua të emigroj. Të shkoj tek profeti alayhis salam. Tek profeti alayhis salam në Medinë. I than, po këto që ke marrë me vete, ky kishte marrë gjithë pasurinë e tij, kishte marrë me vete. Tha, po me që do iki, du ta marr pasurinë me vete. I than, jo, ti na ke ardhur në Mekë si leckaman. Pa asgjë. Pa asgjë. Nuk të lejojmë që të dalësh vetëm se si leckaman. Kështu që nëse do të dalësh të emigrosh tek profeti që ti thua që është profet, sepse ata gjëra nuk e pranojnë. Duhet i lësh të gjitha dhe ti, ose përndryshe nuk të lëm. Atëherë këto merrini të gjitha. Dhe ka udhëtuar, domethënë i vetëm nga Mekka në Medinën mes shkretirës. Kur ka ardhur në Medinë dhe ka parë profetin alayhis salam, pa i treguar ky asgjë se çfarë ka ndodhur, profeti e priti dhe i tha, Rabihal al-bay' ya Aba Suhejb. I tha, me të vërtet tregtia jote ka qenë e suksesshme. Se ishte një lloj tregtie, një lloj marrëveshje, la diçka, një çmim për të fituar diçka më të madhe. Kështu që Suhejb ar-Rumi tregon se profeti alayhis salam ka thënë, ndër popujt e mëhershëm ka qenë një djalosh i cili ishte shumë i zhvilluar, shumë i zgjuar, dhe jetonte një mbret në atë kohë, pra zullumqar dhe tiran. Dhe kishte arritur tirania e tij deri në atë gradë që, domethënë, predikonte se ishte Zot, vetë Perëndia. Normalisht që ai kishte disa metodika për të bindur popullin e tij
Dhe një nga metodiket ishte përdorimi i magjisë. Ai kishte një magjistar i cili vazhdimisht bënte lojra, mashtronte dhe domethënë sigur hipnotizonte masën. Hipnotizonte masën për treguar se ky me të vërtet ka fuqi të mbinatyrshme. Dhe gjithmonë magjistari kur i bënte lojrat e tij ose kur lozte me masat, thoshte me emrin e Zotit, mbretit ton filani. Dhe bëhej magjia ose zhvilloi magjia kështu me radhë. Derisa një ditë magjistari i thot mbretit, unë jam shumë i lodhur, mosha ime është domethënë shumë e vonuar domethënë, dhe unë kam nevojë për një ndihmës. Si më thënë, bëj një si tip konkursi dhe një djalosh i ri, ky djalosh i ngjarjes ton, heroi i ngjarjes, e fiton konkursin, ishte shumë inteligjent, shumë i zgjuar, dhe dakordojnë që ai të vinte çdo ditë tek magjistari derisa të merrte zanatin me kushtet e parapërcaktuara që domethënë do të shërbej kjo pushtetit të mbretit. Dhe djaloshi e pranoi kushtin duke qenë se ishte njëri i varfër, si më thënë ishte një punë joshse sepse do të ishte gjithmonë në pallatin mbretëror, posti më i lartë. Ka u djathi mbretin se mund të themi. Djaloshi e pranoi dhe filloi kursin, le të themi, ose mësimet. Ndërkohë që ky kur shkonte, domethënë për në pallatin mbretëror, rrugës vën re ose domethënë sheh diçka që i bëri shumë përshtypje, si shpellë diku. Tha, po shkoj të shoh çfarë ka aty. Kuriozitet, asgjë tjetër. Aty pa një plak, i cili ishte një murg, i cili domethënë ishte fshehur në mal për shkak se nuk pranonte sigurisht distancuar nga e reja që kishte sjell mbreti, zullumin, padrejsinë, tiraninë, i vetëm nuk kundërshtonte dot dhe ishte veçuar me Zotin e tij për ta adhuruar Zotin në një shpellë në mal. Dhe djaloshi normalisht e sheh, e pyet, ai u tremb si fillim, pastaj kur e pa që ishte shumë i çiltër dhe i pastër, filloi të fliste për Zotin. Dhe djaloshi gjithmonë fjalën Zot e përkthente për mbretin. Në fund fare pyeti, kur ti flet për Zotin kaq mirë, a ke për qëllim mbretin? Dhe ai tha, jo, tha, Zoti është ai që ka krijuar botën, universin dhe gjithçka. Mbreti është i krijuar prej Zotit. Dhe vazhdoi të fliste. Dhe djaloshi, sa herë që shkonte për në pallatin mbretëror, qëndronte një herë tek murgu. Pa merrte disa këshilla ca mësime tek murgu dhe pastaj këshilloi me magjistarin. Po, edhe kur kthehej qëndronte. Dhe kur shkonte në pallat e pyeste për vonesën, ju thoshte atyre që vonohem sepse ndihmoj familjen. Kur i vonohen familje, si qëndronte prapë tek murgu, thoshte u vonova në pallatin mbretëror. Dhe kështu një lloj hile që për të shpëtuar. Po. Derisa, domethënë, një ditë, duke shkuar në pallatin mbretëror, një kafshë e madhe gjigante kishte bllokuar rrugën. Dhe ky ishte, si më thënë, kishte kuptuar të vërtetën, vazhdonte tek magjistari dhe, si më thënë, kishte një farë përshtjellimi tek ai për të kuptuar se ku është e vërteta faktikisht. Mori një gur dhe tha, tani unë me veten e tij, unë do të kuptoj se kush është me të drejtën, murgu apo magjistari. Dhe tha, o Zot, nëse murgu është me të drejtën dhe me të vërtetën, le të funksionojë ky gur për të pastruar rruga. I gjujti kafshës dhe e hodhi. Aty ai mori një sinjal, si më thënë, që qëndro këtu dhe vazhdonte vazhdimisht. Kur e pa murgu se djali po përparonte shumë dhe po este shumë mirë dhe filloi të kuptojë gjërat shumë mirë, i tha, o bir, me të shoh, kjo rritja jote në besim do të çojnë sprovë. Ka kosto, çdo ngritje. Po. Tha, sido që të shkoj puna, ti nuk duhet të tregosh për mua. Sido që të shkoj puna, unë nuk duhet të dal në skenë, nuk duhet të tregosh për mua. I premtoi që po, edhe vazhdonte. Ndërkohë që djaloshi, domethënë, ushtronte detyrën e tij si ndihmës magjistar, po faktikisht, si më thënë, ai kishte keramete prej Zotit. Pra jo thjesht ushtronte magjinë dhe e besonte, po ai faktikisht bënte gjëra me besimin në Zot dhe me emrin e Zotit. Derisa filloi djaloshi të kuronte njerëz, të shëronte njerëz, që gjente njerëzve në nevojë pranë dhe domethënë filloi populariteti tek njerëzit, filloi të dalin nami kur i thën për mirë.
Mbreti kishte një shërbëtor i cili ishte i verbër ndër shërbëtorët e tij. Dhe kur ai merr vesh për djaloshin dhe fjalët e mira në popull për djaloshin, i vjen dhe i thot: "Unë kam ardhur që ti të më shërosh." Djaloshi thot: "Unë nuk shëroj, po ai që shëron është Allahu, Zoti." I thot: "Çfarë do ti që të jap që të më shërosh?" Thot: "Unë nuk dua asgjë." Thot: "Por dua që ti të besosh në Zot. Dhe mos besosh se mbreti është Zoti." Djaloshi tani që kishte ardhur për mision tjetër, po deklarohet hapur si thua. Po. Thalja e parë. I thot ai: "Dakord." Atëherë thot: "Unë do të bëj dua, do të lutem, po ti besimin do ta kesh tek Zoti, jo tek unë." Bëri dua, edhe ati ju kthye shikimi. Në pallatin mbretëror kthehet të nesërmen shërbëtori, ai që ishte shumë pranë mbretit domethënë, dhe shihte dhe mbretit i bëri habi, tha: "Ç'neti gjithë jetën e verbër?" Tha: "Mua tha më shëroi djaloshi." Tha djaloshi që është ndihmës magjistari, tha po. Tha: "Thirreni." Jo, tha: "Kush të shëroi?" I tha: "Zoti." Tha: "Unë?" Tha: "Jo", tha: "Zoti. Ti je rob i Zotit, ti je njeri." Tha: "Kush e bëri këtë?" Thot: "Ndihmës magjistari." Tha: "Thirreni." E thirrën. Tha: "Si e bëre këtë?" Tha: "Zoti është." "Unë?" Tha: "Jo", tha: "Zoti, Zoti që ka krijuar qiellin dhe tokën dhe gjithçka, ti je i krijuar për Zotin, ti nuk je Zot, sepse ti ke një ditë lindje kur ke lindur, kështu që ti nuk mund të jesh Zot." E thrasin magjistarin, thonë: "Ti ja ke mësuar këtë?" Thotë: "Jo." "S'ka lidhje me mua, do të thonë nuk e di." Edhe e dënojnë djaloshin, e godasin, ku i ka marrë këto mësime, se më thonë derisa doli se ku i kishte marrë këto mësime, edhe e marrin murgun, e sjellin për në pallat. Ndërkohë që djaloshin e marrin për ta burgosur, sjellin murgun dhe shihen, si më thon, për herë të fundit. I thot: "Bir, qëndro." E marrin murgun, e pyesin, ai thot atë të vërtetën që besonte, që ka një Zot, Zoti ka ndorë gjithçka. Do thonë lidhja me Zotin, monoteizmi, e gjitha gjërat që bishin ndesh me besimin që kishte përhapur deri tani mbreti. E atij shteti ose me reformat që kishte sjell ky mbret në atë vend. Atë e marrin murgun dhe e fusin në një varr të hapur dhe e ndajnë në dy pjesë për zgjalli dhe e lejnë aty, domethënë mbulojnë. Ndërkohë që djaloshi nuk tërhiqej nga besimi i tij, atëherë mbreti urdhëron që ta hedhë nga një mal, çon një grup ushtarësh për ta hedhur nga një mal. Dhe ndërkohë që ngjiten majt malit, aty ku do të hidhin djaloshin, ai bën një lutje dhe thot: "O Allahu Zot, më mjafto kundër këtyre ashtu siç din dhe dëshiron ti." Dhe tundet mali, si më thënë, ata bien, ndërsa ky shpëton dhe kthehet. Kur kthehet i gjallë, mbreti habitet. Pra një habit tjetër. Po, ta djallis po habiteshin, çfarë me djaloshin? Tha: "U tund mali dhe ran, të unë shpëtova." "Mirë", tha, "atëherë merreni, futeni në anije, edhe hidheni në det." E morën e lidhen me një gur të madh, e futën në anije, dhe kur arritën, si më thonë, në mes detit që donin ta hidhin, ky bëri lutjen, tha: "O Allah, më mjafton ndaj tyre me çfarë di dhe dëshiron ti." Si më thonë, ngrihen dallgët e detit, përmbyset anija, djaloshi i kputet, si më thonë ajo, ai zinxhiri litari me cilin kishin lidh, dhe shpëton dhe vjen shëndoshe mirë. Kur vjen prapë në pallatin mbretëror, mbreti sërish habitet, thot: "Si shpëtove?" Thot: "Unë isha në det, bëra një lutje, si më thënë, dhe shpëtova." Dhe mbreti tani po vriste mendjen se si mund ta ekzekutojë këtë njerëz, sepse ndoshta po i mbiste edhe popullariteti tek njerëzit. Po trondiste situatën. Tha: "Nuk mundesh", e tha. "Jo, po unë do të bëj çmos", tha, "nuk mundesh." Tha: "Vetëm një mënyrë ka, nëse do më të vërtet të më ekzekutosh." Tha: "Cila është ajo mënyrë?" Tha: "Nëse i përmbash asaj që do të them unë, po do të kesh mundësi." Tha: "Do të bëj të gjitha vetëm ty të heq qafet." Atëherë tha: "Mblidhi njerëzit, do të marrësh një nga shtizat e mia dhe do të më gjuash duke thënë me emrin e Zotit,
me emrin e Allahut, Zotit të këtij djaloshi. Po tha mbreti, vetëm të qafe. U mblodh populli, ata ishin një podium lart, djaloshi në një krah, mbreti në një krah, e merr një nga ato shtizat e djaloshit e vendos në hark, dhe mbreti tha me zot ulët. Bismillah. Me emrin e Allahut, Zotin e këtij djaloshi. Dhe gjuajti, po nuk qelloi. Tha, e shetha më gënjeve. Tha, jo, tha, nuk gënjeva, po ti tha nuk e ngrite zërin. Tha, du ta ngresh zërin me zot lart, ta dëgjojnë njerëzit edhe të dëgjohet. Atëherë mbreti tha, Bismillah, me emrin e Allahut, Zotin e djaloshit. Edhe e goditi. Edhe i ra, domethënë shtiza në fyt, edhe djaloshi siç ishte, domethënë e vuri dorën, shtiza dhe ra në tokë. Në atë moment populli çohet, thon, si më thon la ilaha illallah, pra s'ka zot tjetër përveç Allahut, ka vetëm një zot, mbreti nuk është zot, dhe i thot këshilltari i tij më i ngushtë, i thot ndodhi ajo që ti kishe frikë. Sepse tregohet që jati i këtij mbreti kishte qenë një besimtar shumë i mirë, predikues i fesë vërtet, dhe ky erdhi të bëjë reforma ekstreme. Dhe një reformë dhe pjesë e reformave ekstreme që ky deshi të bëjë ishte se ky deshi të largojë njerëzit nga feja dhe besimi, nga edukimi fetar dhe t'i orientojë njerëzit tek vet adhurimi i tij, domethënë. Dhe njerëzit u kthyen, si më thon, nuk mbajti më, domethënë, pilafi ujë, siç e themi ne, dhe u çuan dhe filluan të thonë besojmë në Allah, besojmë në Zot, nuk besojmë se e pan aty me sytë e tyre, e pan me sytë e tyre. Mrekullin. Jo, ai tha me emrin e Allahut, Zotit të djalit. Do thotë ai si Zot, që e mante vetë, nuk e vrau dot. Kur s'kishte më kuptim që të besoni më se ky ishte Zoti tashmë. Atëherë ky tentoi të qetësonte njerëzit, të sqaronte njerëzve, turma nuk mbahej më. Atëherë ai urdhëron që të ndizet një hendek dhe mbushet ai hendeku me mazut. Lëndjekse. Po, lëndjekse dhe i vihet flak, edhe kush nuk besonte në mbretin si Zot do të hidhej në lëndën ndjekse. Ata që, si më thon, nuk besonin, hidheshin. Ata që e thonin që jo mbreti është Zoti ose e pranonin prej frikës, ata i linte të lirë dhe të qetë. Dhe në një ditë tjetër tregohet se ka qenë një grua me fëmin për gjiri, kur i thot, kush është Zoti yt? Thot, Zoti im është Allahu. Thot, hidheni. Kur po e hidhin, gruaja u step pak për shkak të fëmijës që kishte në gjë. Fëmia e la gjirin dhe tha, oj nën, mos u tërhiq, vazhdo se Zoti ynë është Allahu. Dhe ky është një nga fëmijët që kanë folur, domethënë në djep, para me kuptimin që ka folur, akoma pa arritur moshën normale që mund të flasë një fëmijë. I tha, nën mos u tërhiq se je në të vërtetën. Dhe hidhet bashkë me fëmijën e saj. Pra duket thotë sikur kjo është një histori faktikisht e gjatë deri diku, domethënë, po faktikisht kanë to, domethënë, gjëra shumë interesante. Ai që thatë ju sakrificën, ai që thatë ju guximin, ai që thatë ju, domethënë, njeriu duhet qëndrueshmërinë. Duhet edhe të sakrifikojë ndonjëherë, domethënë, për hir të vërtetës dhe në emër të vërtetës, siç ishte rasti i këtij djaloshi që sakrifikoi me jetën e tij, mirëpo ngjalli një popull të tërë dhe ngjalli besimin të një populli të tërë, domethënë. Në fakt të gjithë sakrifikuan, duke fituar nga murgu, nga djaloshi, nga besimtarët më vonë që e pronën besimin, mirëpo rezultati ishte që e vërteta triumfoi. Dhe pasi dëgjuam këtë histori, ne le të kushtojmë pjesën e dytë, po themi, kohën e duhur për të kuptuar prej urtësive se çfarë përfitojmë edhe ne sot për kësaj historie të largët, por se shumë kuptim plot. Ndërsa miq, kthehemi pas pak pjesën e dytë për të analizuar modestisht këtë histori. Rikthehemi në këtë pjesë të dytë miq në rrëfime profetike dhe pikërisht historia e sotme, rrëfimi i sotëm është mbi historinë e djaloshit dhe mbretit, mbreti zullumqtar që donte dhe po themi detyronte njerëzit ta besonin si Zot. Ndërkohë një djalosh i ri ja përmbysi të gjithë historinë e tij. Hoç duket sikur një djalosh i ri akoma si thosh pa shumë përvojë, por se me guzim dhe qëndrueshmëri përballet me një mbret zullumqtar, i cili kishte një shtet dhe një ushtri. Duket sikur e vërteta
dhe e kota janë shpesh në përballje të ashpra. Mbas kësaj historie, triumfoi e vërteta dhe si thua mbizotëroi apo gjithmonë ka një përplasje të vazhdueshme tek ky ligj i Zotit? Gjithmonë do të ketë një përplasje. Pra nuk mund të dallohet errësira apo nuk pati dritë. Dhe nuk vihet e re drita nëse nuk ka errësirë. Kështu që e vërteta është se puna e dritës. Kështu që ajo do të vihet gjithmonë në re, sado që të jetë errësira e madhe. Kështu që gjithmonë do të ketë përballje mes errësirës dhe dritës, sepse kështu funksionojnë të dyja. Për këtë arsye kanë thënë e vërteta që funksionoj ka shumë ushtar dhe një nga ushtarët e të vërtetës është ekzistenca e të kotës. Për dallimin, për ndryshimin. Po, normalisht. Pra edhe e kota është ushtar shërbyes që të ngrihet e vërteta dhe të kuptohet se ku është e vërteta. Kështu që gjithmonë kjo nuk është një gjë që ka ndodhur dhe u mbyll dhe çudi. Domethënë ky është një mesazh që po na thuhet, kush mbar të vërtetën, gjithmonë do të jetë në përballje me të kotën, gjithmonë. Në këtë rast thosh të vërtetën e mbart edhe Murgu, por se si thua ai që e bëri të triumfoj ishte ky djaloshi. A është ky mesazh që si thua të rinjt, pra ata djelmosha të rinj, ata që cilët e jetojnë rinjën e tyre me parime në hijen e moralit të fesë, janë shpresa e një shoqërie? Absolutisht që po. Domethënë, ky është një argument i qartë se guximi në momentin e duhur bën ndryshim. Dhe ndonjëherë stepja, domethënë, nuk është zgjedhje, po edhe mund të jetë zgjedhje, sepse Murgu u tërhoq dhe Murgu po mos ishte të kishte bërë guxim dhe Murgu në kohën e vet. Nuk do vazhdonte pas mesazhit. Pa priti një djalosh të ri, kështu që çdo gjë ka vendin e vet, domethënë, por nuk ka dyshim që atë që e bën rinia dhe ndryshimin për mirë apo për keq në një shoqëri e bën rinia. Për këtë arsye gjithmonë është synuar rinia, gjithmonë në të gjitha konceptet, në të gjitha aspektet, edhe feja dhe besimi, po edhe njerëzit e të kotës dhe ata që duan të përhapet e keqja, le të themi shturja, gjithmonë e bën përmes rinisë. Rinin, sepse rinia është, si më thon, një energji, si më thon, aktive, e fuqishme, që ndikon në ndryshimin. Se pikërisht tek mësimi i magjisë, magjistari zgjodhi një djalosh, pa pikërisht të djaloshin e ri. Absolutisht, sepse ti nuk mund të edukosh njëri i cili është edukuar më. Pa ti nuk mund të rigdhendësh një gur të gdhendur. Dikë i cili ka krijuar disa koncepte mbi jetën. Ti e merr një gur që është i pastër dhe fillon bën gdhendjen, ose drurin që është i pastër dhe e bën gdhendjen. Kështu që, si më thon, gdhendja, mësimi në rini është si gdhendja në gur. Ndërsa mësimin në moshë të kaluar si gdhendja në rër. Pra nuk është e qëndrueshme. Ndërkohë këtu kemi rastin që djaloshi mësoi dhe magjinë. Shpesh njerëzit duke pas besim të dobët, duke mos e njohur kufit e fesë, po themi ndonjëherë bëhen edhe kurioz dhe për magjinë ose magjistarët që mund të qarkullojnë lart e poshtë, duke menduar se të shkojë mirë. Dhe historia e këtij djalit i cili shkoi të mësoi magjinë. Çfarë kuptimi ka në fe? A mund shkojë dikush të dëgjoj për magjinë apo të mësoj magjinë, pa është diçka e lehtë kjo? Në Islam nuk lejohet që njeriu ta mësoj magjinë as për kuriozitet. Nuk lejohet që njeriu ta mësoj magjinë as në thonjza për të bërë mirë, sepse magjia në Islam është mosbesim, që do të thotë njeriu që bëhet magjistar nuk mund të jetë njëkohësisht dhe besimtar, nuk mund të jetë, pra janë dy gjëra që bien ndesh me njëra tjetrën, sepse magjia brenda ka marrëveshje nëpërmjet personit që quhet magjistar dhe xhinëve, duke i ofruar të dyja palët shërbime dhe sakrifica njëra tjetrës, gjë që e bëjnë besimin të dalë nga njeriu ose të mos ekzistojë tek njeriu. Për këtë arsye nuk lejohet as për kuriozitet, nuk lejohet as për në thonjza, siç e tham, pra për mirë, ndërsa magjia si magji në konceptin islamit është prej mëkateve të mëdha dhe për gjërave që e nxjerrin njeriu prej feje, o ma yu'allimani min hadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur. Dhe kur ja mësonin magjinë, ju thoshin mos e mëso, sepse mësimi i magjisë është mosbesim, është fe mohim. Pra është mohim i Zotit. Pra nuk mund të jetë domethënë njeriu besimtar duke qenë magjistar, kështu që nuk bën as për kuriozitet. Madje as emisionet ku magjistarët shfaqen dhe le të themi predikojnë
magjitë e tyre apo reklamojnë magjitë e tyre, besimtari nuk duhet t'i prezantojë dhe nuk duhet t'i shoh as me kuptimin e kurreshtjes, jo po si e bën, se si e zhvillon, absolutisht kjo gjë nuk lejohet. Jo se e bën njeriu pa fe, nëse i ndjek, jo se del prej feje po ti ndjekësh, po është gjuna. Po nuk i shkon besimtarit i cili është mbështet tek Zoti që të shoh këtë kuriozitet pastaj se çfarë mund të bëjë me magjistar. Ndërkohë që djaloshi e mësoi magjinë dhe si ka mundësi që ky të ishte predikuesi të vërtetës, mbarësi të vërtetës, ndërkohë që ju thoni që magjia është mosbesim apo fe mohim. Djaloshi nuk është se u rrit në një ambient fetar dhe e dinte se ç'është magjia dhe gjykimi për magjinë etj etj. Ngjarjet këtu kanë ndodhur, si më thon, natyrshëm. Një shoqëri ku mbreti thoshte unë jam Zot, kishte një magjistar, magjistari donte një ndihmës, bëhet një konkurs, djaloshi fiton, edhe fillon. Domethënë nuk është puna e saj. Po nuk e dinte dëmin dhe pasojat e magjisë. Ai nuk kishte lidhje fare me gjykimin e fesë mbi magjinë. Ai shkoi për punë. Dhe pasi mësoi gjykimin e fesë, ai nuk aplikoi kur magjinë, sepse kurioziteti është që ju përmendët rastin kur ai u bë sebeb që dikush i një verbër të shifte. Pra kishte disa keramete që i përmendet. Domethënë çfarë gjykimi kanë kerametet, se duket sikur ndoshta një lloj magjie dikush i kupton sikur kanë një funksion. Kemi tre si më thon gjëra që janë ndodhi që janë ngjarje të jashtëzakonshme, ngjarje jashtë ligjeve të natyrës ose jashtë ligjeve të normalitetit. Kemi atë që quhet mrekulli, kemi atë që quhet keramet dhe kemi atë që quhet istidrazh. Mrekulli është ngjarje e jashtëzakonshme që i ndodh një profeti për të vërtetuar profecinë e tij. Keramet është ngjarje e jashtëzakonshme jashtë ligjeve të normalitetit që i ndodh njeriu që është i dashur i Zotit, i afërt i Zotit, mik i Zotit, edhe Zoti ja jep atë atij si ndihmë. Në të dyja rastet, si mrekullia dhe kerameti nuk janë me aftësinë e personit apo që njeriu i përdor si të dojë. Nuk thot njerëzve që shif çfarë siç ka mund, shif çfarë po më do të thonë. Në rasti i mrekullisë, profeti nuk mund të bëjë mrekulli, po është fuqia e Zotit ajo që ja jep mrekullinë të funksionojë në një situatë caktuar, një rrethant caktuar apo për një gjë të caktuar, dhe është e mbyllur aty. Edhe rasti i kerametit, Zoti jep një situatë caktuar, një rrethant caktuar që funksionon për njëri në një moment caktuar. Edhe në të dyja rastet, si në rastin e profecisë, profeti nuk ja dedikon atë forcës dhe fuqisë tij, po ja dedikon Zotit. Edhe në rastin e kerametit, besimtari nëse i ndodh një gjë e tillë, nuk ja dedikon atë forcës dhe fuqisë apo aftësisë tij personale, po ja dedikon Zotit dhe në të dyja rastet profeti nuk mburret me të dhe ky njeriu i Zotit, i dashur i Zotit apo ky besimtari kushdo qoftë nuk mburret me të. Për shpesh ta njerëz që ta shesi atë për hapin tauhidin dhe luftojnë si një produkt për treguar që e dini kush jam unë apo jo, se Zoti më ka dhënë edhe këtë. Në momentin që ju e bën një gjë të tillë, e humb atë mirësinë e Zotit dhe keramet. Keramet do thotë nderim, mu'jize do thotë mrekulli. Kemi të tretën që është istidrazh, mashtrim. Pra ngjarje e jashtëzakonshme që i ndodh njeriu i cili nuk është në rrugt të Zotit, ama bën, në thonjza mrekulli, bën çudi. Zoti ja sill këtyre njerëzve se Zoti nuk do që këta njerëz kurrë të udhëzohen. Atëherë i lën në humbjen e tyre, duke u ashtruar edhe më shumë dozën e vet mashtrimit. Pra nëse ai deri dje ka mashtruar njerëzit dhe ka qenë koshient që është mashtrues, vjen një moment që ai fillon të beson që nuk është më mashtrues. Po me të vërtetë është siç ishte dikush që thoshte un kam gurin e Zotit, dora e Zotit, etj. Fillon dhe ai vetë beson një gjë të tillë, domethënë. Po është një thellim në humbje, si thua, një lloj ndëshkimi për të. Ndërkohë kerametin ndodh, domethënë ne muslimanët e besojmë kerametin, Zoti na ka treguar disa keramete në Kur'an, siç është rasti i Meriemës, siç është rasti i djalozhëve i djelmoshave të shpellës, dhe raste të tjera që ne ka treguar profeti alayhis salam, dhe një nga rastet e kerameteve është rasti i Po që nuk lejohet të krijojmë raporte me këta njerëz që kanë keramet duke u lutur tek këta, duke i prekur apo duke marrë disende prej tyre, duke shkuar tek shtëpia e tyre, tek varri i tyre. Ky pastaj është problemi i njerëzve që ose, domethënë, e zhvlerësojnë diçka me një zhvlerësim ekstrem, ose e mbivlerësojnë me një mbivlerësim ekstrem. Dhe muslimani vërtet është ai që qëndron tek e mesmja. Kështu që këta njerëz nuk duhen zhvlerësuar, pra me kuptimin se Zoti ja ka dhënë një bekim të tillë, po edhe nuk duhen shejtëruar.
Pra janë njerëz gjithë tjerë. Pra ndoshta po do dinë varrin e këtij djaloshi, shumë njerëz do binin gabimin duke shkuar tek varri i tij duke u lutur sepse ai ka pas keramete, ka pas si më thon shirku dhe i dhujtaria ka lindur pikërisht në emër të së mirës, në emër të respektimit. Për shembull, kemi rastin e Mekës, Lati, Uzaja, Menati, Naila, e tjerë ishin idhujt e parë, po faktikisht historia aty është njerëz të mirë që bonin mirë kur ishin gjallë. Njerëz prej ignorancës pastaj menduan se duke u lutur për ta. Rasti i popullit të lutit Nuhut alayhis salam, Wada, Yaguth, Yauq, Nesër, gjithë ishin njerëz të mirë, adhurues Zotit, dietar. Po shejtani i mallkuar brez mbas brezi u kujtonte veprat e mira të tyre, po kush jemi ne, po pse ne, vetëm nëpërmjet këtyre ne mund të lidhemi me Zotin derisa arriti puna në dhujtari. Ndërkohë, dhe fatkeqësisht mesin muslimanëve ka njerëz që luten nëpërmjet të vdekurve tek Zoti, sepse besojnë se kush jemi ne që t'i lutemi direkt Zotit, dhe shkojnë tek varret dhe i luten Zotit nëpërmjet të vdekurve. Ky është ekstrem gabim, po kemi një ekstrem më të madh se sa ky që i luten vetë vdekurit që duke menduar se ai ka aftësi të sjellë mbarë të tjerë. Pra, për ta bërë diferencimin, profetët dhe njerëzit e mirë kanë ndihmës engjëjt e Zotit, pra me lajket, ndërsa magjistarët dhe mashtruesit dhe hipnotizuesit shpesh kanë, po themi, djallin, xhinët shejtanit. Hoç, ndryshe nga shumë histori, kjo është një histori që e transmeton profeti alayhis salam, ja shpjegon detajet shokëve të tij, por se që e përmend dhe Zoti në Kur'an, pra duket sikur pas ka një vlerë shumë të madhe, sepse përmendet edhe në Kur'an. Cili është diferenca midis asaj që përmendet në Kur'an dhe asaj që thotë profeti alayhis salam? Faktikisht nuk është se ka ndonjë diferencë të madhe të dallueshme, por është shumë interesant fakti se Kur'ani e përmend këtë ngjarje në surën El-Buruj dhe në surën El-Buruj Zoti tregon kulminanten besimtarët që u dënuan për shkak besimit të tyre. Sikur po i thotë Zoti besimtarëve të Mekës, mos u ankoni, sepse njerëz përpara jush kanë vuajtur edhe më shumë se ju. E para, dhe e dyta, Zoti i Madh ka përmend më një herë pasi përmendi kiametin. E përmendi ngjarjen për treguar se nëse juve ndodhni sprov në këtë botë, do ta merrni shpërblimin në botën tjetër. Kjo botë është e përkohshme dhe ka më keq se sa ju që janë sprovuar në jetën e kësaj bote. Përballë midis të keqes dhe të ka qenë akoma më ashpër në rastin e djaloshit. Kjo vlen edhe për ne, se ne nga një ankohemi për disa gjëra, është bërë keq, ndërkohë që s'është asgjë po ta krahasojmë me rastin e profetit alayhis salam dhe çfarë ka vuajtur ai dhe shokët e tij, apo po ta krahasojmë me këtë rastin e djaloshit dhe mbretit. Gjëja tjetër interesante që ka Kur'ani dhe nuk është përmendur në hadith është se Zoti masi e përmend ngjarjen çfarë tha? Innal ladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabu al-hariq. Ata që i sprovuan besimtarët dhe besimtarët duke i djegur në zjarr dhe më pas nuk u penduan, për ta është përgatitur një ndëshkim shumë i rëndë në zjarrin e xhenemit, i cili djeg fort. Shumë interesant, tha, ata që i sprovuan besimtarët duke i djegur në zjarr. Ushtria e mbretit, po themi këtë rast. Mbreti dhe paria dhe ushtria. E më pas nuk u penduan. Çfarë thon dietarët e Islamit? Nëse Zoti i Madh i ka lënë hapësirë për pendim kësaj kategorie që dojgjën besimtarët në zjarr. Pra nëse këta do pendoheshin, Zoti do ta kishte pranuar pendimin. Kështu që nuk ka shans që njeriu mos ketë shpresë ke Zoti. Nuk ka shans që njeriu mos të ketë, domethënë, të ketë pesimizëm apo të ketë ankth apo stres se Zoti s'ka për ta fal. Or çfarë do gjos gjunafi jot? Mjafton të pendohesh sinqerisht. Gjunafi jot ti nuk e djeg njerëz. Zoti thotë edhe ata që dojgjën njerëzit, po të ishin penduar, Zoti do t'i kishte fal. E nëse nuk pendohen edhe ata, pa bëhet fjalë në atë kohë sikur të ishin penduar, përderisa nuk u penduan, Zoti do t'i dënojë në xhenem. Pra, nëse këta njerëz ka pas hapësirë për ta që nëse pendoheshin, Zoti ka pas për t'i fal. Po ne të tjerët, unë mendoj se mëkatet tona dhe gjunat tona janë shumë më pak dhe nuk ka as pak hapësirë që njeriu të ketë frikë se Zoti s'e fal, që njeriu të ketë frikë se Zoti nuk ka për ta mëshiruar. Hoç Zoti shpëleft. Amin dhe ju, Zoti shpëleft. Rëmiq, të shumë dha ishin mesazhet dhe dobit dhe mësimet që nxorëm nga kjo histori. Unë nuk po dua që po themi ti përmend edhe një herë sepse hoxha i përmendi dhe i renditi shumë bukur. Le të shpresojmë që këtë histori sa herë ta lexojmë në Kur'an apo sa herë ta dëgjojmë në namazin ton, të kuptojmë sakrificat e mëdha që kanë hequr besimtarët e këtij populli, duke filluar nga Murgu, nga djaloshi dhe të gjitha të cilët pranuan besimin, sakrifikuan për të vazhduar dhe për të triumfuar më pas
besimi në faqen e dheut. Zoti ju shpëlbojë, ne takofshim. Selam aleikum.